Në pikën kufitare Bllatë është parandaluar një tentativë për kontrabandimin e mbi 3.000 gjilparave dhe pajisjeve të tjera për tatuazh. Sipas njoftimit të drejtorisë së doganave, zyrtarët doganor gjatë kontrollit të detajuar të një automjeti transportues në hyrje të vendit kanë zbuluar mallra që shoferi tentoi t'i fuste ilegalisht në shtet. Gjatë kontrollit, përveç gjilparave janë zbuluar edhe 60 paketime me gjithsej 7.2 litra ngjyrë për tatuazh, 150 copë pomad dhe mjete ndihmëse për tatuazh, njofton drejtoria e doganave. Mallrat janë sekuestruar ndërsa rasti do të procedohet më tej në përputhje me ligjin. Ndryshe, në fillim të gushtit, zyrtarët doganor në hyrje të pikës kufitare Tabanoc kanë parandaluar një tentativë për transferimin e paligjshëm të parave të gatshme në vlerë prej 64.250 eurosh, të gjetura gjatë kontrollit të një automjeti me targa gjermane, me të cilin udhtonte një shtetas grek. Devizat janë sekuestruar ndërsa ndaj personit është iniciuar procedurë kundër vajtëse para gjykatës kompetente. Gjatë këtij viti janë zbuluar gjithsej 30 raste të transferimit të paligjshëm të devizave, njofton drejtoria e doganave, me që rast janë sekuestruar gjithsej 820.675 euro, 141.300 funte britanike dhe $35.000 australian.